Duke qenë se qytetari Riki Hoxhallari ka marrë një gjop nga policia rrugore në mënyrë të padrejtë, duke qenë se nuk ishte ky shkaktari i aksidentit, emisioni investigativ Stop, referuar dhe videos që është prova faktike e këtij rasti, do t'i drejtohet me një ankimim drejtorisë vendore Policia Rrugore Elbasan. Dhe ku kemi dhe kthim përgjigje nga Drejtoria Vendore e Policisë Rrugore Elbasan, vendimi numër 53 për shqyrtim ankese, ku na thuhet se pas verifikimeve të bëra, drejtuesi i kamionit është gjobitur, ndërkohë, për sa i përket Rikit Hoxhallarit, në mbështetje të nenit 201, organi administrativ vendosi për Riki Hoxhallarin ta gjobis me 0 lek. Pra, falenderoj Stopin. Drejtori ta uq njollë, si e shpreja. Falenderoj Stopin. Tuhoj gjoba. Po. Kjo të jep një dritje shile dhe për trajtimin e siguracionit, apo jo? Po. Mirë Riki. Falenderoj. Shqyqyr e gjallë? Shqyqyr na ka ruajtur Zoti, kjo ka rëndësi është e para. Dhe pa gjob. Po. Kjo ka rëndësi. Faleminderit shumë. Faleminderit Stop.